Do thoya për atë çfarë tha Lorena që nuk kam pasur asnjë person i cili ka ardhur me frikë. Kam persona që më pyesin, okay, ka frikë dhe sigurisht që nuk ka asnjë lloj frike, por pasi e kam bërë, e kam pyetur, po tani ke më frikë, dhe tha, ua, nuk e di domethënë çfarë, sikur të kthej kohën brapa dhe ditoja vetes time që kishte frikë. Do them mos hezito se është një eksperiencë e mrekullueshme. Çdo person meriton që të lidhet me veten e tij, që të shohë se sa shumë është i dashur, i suportuar, se sa shumë punon vetja jon për të na ndihmuar që të ecim përpara. Nuk jemi kur vetëm, jemi gjithmonë të mbrojtur, jemi gjithmonë të mbështetur, të suportuar nga vetja jon, nga ëngjëjt tonë, nga universi, nga krijuesi, nga çdo person i cili familja jon shpirtërore, të cilët ne mund t'i njohim, ndonjëherë kur shohim një person, mund të jetë koleg, mund të jetë shok, mund të jetë një person të cilin mund ta takojmë rastësisht dhe ne e dimë që kemi takuar diku tjetër më përpara. Këto janë jetët e kaluara. Ajo njohja në sy, ndoshta njohja e energjisë, njohja që ti e di që edhe pse është hera e parë që e ke takuar në këtë jetë, e di që je takuar më përpara.